Ky është edhe një nga efektet e mbrapshta të kësaj tollovie në Tiranë, sepse ne sigurisht u përgatitëm që do kishte zgjedhje në 5 apo 6 bashki, ndërkohë do të ishte edhe Tirana, kështu që për të pas maksimum në rezultatin në Tiranë, për të përqendruar gjitha forcat në Tiranë dhe pse jo për të bërë surprizë në zgjedhjet e Tiranës, ne vendosëm politikisht që do të marrim pjesë në zgjedhjet e parakohshme vetëm në Bashkinë e Tiranës. Po ta dinim 2 muaj më parë që po të merrte vendim gjykata kushtetuese, para se të shpallaj data e zgjedhjeve të parakohshme, sigurisht do të kishim kandidatura në të gjitha bashkitë e tjera. Kështu që kjo prodhon edhe një efekt negativ për lëvizjen bashk, sepse sigurisht nuk mundet që në datën 4 nëntor të marrim vendimin që në datën 9 nëntor të marrim pjesë në zgjedhjet në Vlorë, në Mat apo në Tepelen. Po se ndërkohë ka kaluar procesi, domethënë ne kemi qenë të thuaj se sigurt që në Tiranë do të kishte zgjedhje. Në mos në 9 nëntor do kishte zgjedhje në dhjetor pa diskutim, sepse afatet kushtetuese e mundsonin që brenda dhjetorit kishte zgjedhje në Bashkinë e Tiranës.